Rubiku u kthye në një qendër aktivitetesh dhe festimesh në kuadër të festës së Shelbumit, një nga ngjarjet më të rëndësishme në kalendarin fetar dhe kulturor të qytetit. Përgjatë 3 ditëve zona mori jetë përmes një programi të pasur aktivitetesh kulturore, lojrash tradicionale dhe koncertesh që sollën frymë bashkimi dhe gëzim për të gjitha moshat. Festa kulmoi me ceremoninë fetare në kishën e Shelbumit, një moment i shenjtë që i dha thellësi shpirtërore këtij organizimi të Bashkisë Mirdit dhe famullisë së zonës. Çdo vit festës së famullisë, festës së kishës së Shelbumit, kemi dashur të japim ato mundësitë tona një atmosferë gëzimi. Shpesh herë të përqendruar tek shërbesat, lutjet, falënderimet e përbashkëta të popullit besimtar, por pa munguar asnjëherë edhe me anën argëtuese. Festa e Shelbumit është një festë zonale për zonën e Rubikut. Realisht këtë vit, si njësi administrative dhe Bashkia Mirdit, jemi mundu ta bëjmë në mënyrën më të bukur të mundur. Bashkia Mirdit ka ndërmarrë iniciativë për ndryshimin e rrugës së kishës. Festa e Shelbumit bashkoi banor, vizitor dhe emigrant të ardhur nga larg për të nderuar këtë ngjarje të rëndësishme fetare. Shumë fantastik organizimi, janë shumë më të nevojshme, shumë festa, gëzime, lumturime për gjithë qytetarët e Rubikut edhe rreth Rubikut. Shumë i mirë. A është rëndësishme me bashkëpunë njerëzit në festa tilla? Po, rëndësishme të dolën fare. Na hiqin çunat, na hiqin kret, kemi natë blesh për shtëpia. Festat janë shumë të rëndësishme, kjo lloj festimi jep shumë gjallëri qytetit. Unë që jetoj prej vitesh jashtë qytetit kthehem me shumë kënaqësi, sepse ky nuk është vetëm vend i shenjtë për ne, është qyteti që na lidh me fëmijëri, bashkon gjithë njerëzit, i jep energji pozitive dhe ju uroj gjithë festat gëzuar dhe mbarësi inshallah. Kjo ngjarje nuk është vetëm një traditë fetare, por një simbol i identitetit dhe lidhjes së fortë mes komunitetit dhe historisë së tij. Festimet i dhanë një shtysë të rëndësishme jetës sociale dhe ekonomike të Rubikut, duke kthyer qytetin në një pikë tërheqëse për të gjithë ata që kërkojnë të përjetojnë kulturën dhe mikpritjen e kësaj zone.